Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lutim së bashku me ju lutjen e mëngjesit e të dielës, java 14 gjatë vitit liturgjik C, psalmet e marra nga java 2 e psalterit. O hymë eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ja tashmë hija natës, por Allahet, agimi dritës në të kuq flakron. Në çdo përpjekje të gjithë le të lypim të plot pushtetshmin. Që hyj i dhimbshëm për ne të largoj çdo angështi, të na dhuroj shpëtimin, na dhën dhe neve nga mëshira e Atit, mbretëritë e qejve. Këtë na dhuroft hynia e lumnueshme e Atit e Birit dhe barazi e Shpirtit Shenjtë, lavdia e të cilëve u shtoft në përmbar botën. Amen. Antifona e parë. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, Aleluja. Psalmi 118, këngëzimi dhe fitorie. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë. Sepse mshuar është dashuria e Tij. Le të thot tashti Izraeli se ai është i mirë. E mshuar është dashuria e Tij. Le të thot tani shtëpia e Aronit. E mshuar është dashuria e Tij. Le të thonë tani ata që druajnë Zotin. E mshuar është dashuria e Tij. Në vështirësi e thira në ndim Zotin. Zoti më dëgjoj edhe më shpëtoi. Zoti është me mua. Zdruaj se kaq më bën njeriu. Me mua është Zoti, ndihmtari im. Për asgjë i bëj armiqtë e mi. Më mirë është të strehohesh te Zoti, Se të kesh besim në njerëz. më mirë është të strehohesh te Zoti. Se të kesh besim në princa. Më rrethuan të gjithë paganët, I shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. rreth e për qark më rrethuan. Por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarr që merr flak ndër fera. Por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më shtyn, më dhan shtytje për të më rrëzuar. Por Zoti që ndihma ime. Fuqia ime e lavdia ime është Zoti. Ai është shpëtimtari im. Ja, britma gëzimi nga dhënjemi. Në tendat e të drejtëve. E djathta Zotit u madhërua, e djathta Zotit më lartësoj. E djathta Zotit u madhërua. S'do të vdes, të jetoj dua. Do t'i kumtoj veprat e Zotit. Me ndëshkim të rënd, Zoti më ndëshkoj. Por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hapni dyert e drejtësisë. Dua të hyj e t'i thur lavdë Zotit. Ja, këtu është dera e Zotit. Në për të do të hyjnë të drejtët. Do të falenderoj sepse më ke vështruar. Dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që e qite njësht përdërimit ndërtuesit. Erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë. Sa mrekulli për sytë tanë. Kjo është dita që na adhuroj Zoti. Të galdojmë e të gëzojmë në të. Ma jep o Zot shpëtimin tënd. Dhe o Zot jep të mbarën. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyj është Zot, ai na ndriçoi, rendituni të gëzuar në reshtin kremtar. Me rema në dorë deri në ballë të elterit. Ti je hyj im, ty të falenderoj. Ti je hyj im, unë të madhëroj. Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë. Sepse mshuar është dashuria e Tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Aleluja. Antifona e dytë. Ti këndojmë një himn Zotit, hyjë ton, aleluja. Kënga Danielit kapitulli 3, 3:7-52 deri në 57. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. I bekuar je o Zot, hyj i etërve tan. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri shenjt i lavdisë sate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj.
I bekuar je në tempullin e lavdisate të shenjtë. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërushëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërushëm në shekuj. I bekuar je ti që shqyrton humnerat e qëri mbi kerubin. I lavdishëm e tezve i madhërushëm në shekuj. I bekuar je në kupën qiellare. I lavdishëm e madhërushëm në shekuj. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ti këndojmë një himn Zotit, hyj ton. Aleluja. Antifona e tretë. Lavdërojeni Zotin sepse ai është i mirë. Aleluja. Psalmi 150. Çdo krijesë le të jap lavdi Zotit. Lavdërojeni hyjin në shejtrorën e tij. Madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore. Lavdërojeni për veprat e madhrueshme të tij. Lavdërojeni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të boris. Lavdërojeni me harpe me gitar. Lavdërojeni me tupan e valle. Lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingëlluese. Lavdërojeni me cimbale brohorie. Gjithçka që merr frym, le ta lavdëroj Zotin. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin, sepse ai është i mirë. Aleluja. Leximi i shkurtër Ezekeu, kapitulli 36, rreshtat 25 deri në 27. Kështu thot Zoti, do të zbraz mbi ju një ujë të pastër, dhe do të pastroheni nga të gjitha ndyrësit tuaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'u jap një zemër të re, një shpirt të ri do ta fus në ju. Do ta nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurt, e do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do ta fus në ju, e do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia, e t'i zbatoni e t'i shtini në veprim gjyqjet e mia. Përgjigje e shkurtër. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. I shpallim mrekullitë tua. Dhe thërasim emrin tënd. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. Kënga ungjillare Benediktus. Antifona. Në cilën do shtëpi të hyni, më parë thoni, paqja me këtë shtëpi. Po që së është aty ndokush mik i paqes, mbi të do të zbres paqja juaj. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 68 deri në 79. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet. Sikurse e premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqeve tan dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejt Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për të vënë në dieni popullin e tij, se hyji do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tan në udhën e paqes. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në cilën do shtëpi të hyni,
më parë thoni, paqja me këtë shtëpi, po që s'është aty ndokush mik i paqes, mbi të do të zbres paqja juaj. Lutjet e besimtarve. T'ja shprehim lavdin shëlbuesit ton I cili erdhi në këtë botë, që të jetë hyj me ne. Ti brohorasim. O Krisht mbreti I lavdis, drita dhe gëzimi ynë. O Zot Jezus, dritë që vjen nga lartësit, fryti I parë I ngjalljes së ardhshme, bëj të shkojmë pas teje, që të mos rrim në hijen e vdekjes, por të ecim në dritën e jetës. O Krisht mbreti I lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Na e trego mirësinë tënde me të cilën përmbush çdo krijesë, që kudo dhe në gjithçka ta vërejmë lavdinë tënde. O Krisht mbreti I lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Mos lejo Zot që sot të na robrojë keqja, por bëj që me të mirë të fitojmë mbi të keqen. O Krisht mbreti I lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Ti je I pagzuar në Jordan dhe je shuguruar me shpirtin shenjtë. Bëj që edhe ne sot të veprojmë të nxituar nga shpirti shenjtë. O Krisht mbreti I lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Aty në qenë në qiell u shejtroft emri yt të ardhë mbretëria jote. U bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na lëron nga I keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, ti me përvujtrimin e birit tënd, e ngrit e botën që pa t'i rënë poshtë. Jepu pra besimtarëve të tu gëzimin e shenjtë, dhe pasi shpëtove prej robërisë së mëkatit, bëj t'i shijojnë gëzimet e amshuara. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jetonë mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë Hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju lutjen e mëngjesit e të dielës java 14 gjatë vitit liturgjik C. Ju ftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet Një zë I krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.